dhe vjen për të kërkuar një ndihmë të momentit, është me një temperaturë të lartë. Atëre, për momentin do t'i jepet kjo ndihmë. Por në asnjë mënyrë nuk do t'i jepet mjekim që ai të shkojë dhe të lidhet me mjekun e familjes. Do t'i jepet ndihma e momentit, por që do të shkojë patjetër të marrë mjekimin në vazhdimsi tek mjeku i familjes. Sepse nuk mund të fusim në ato urgjencat ekstreme, se kështu mund të vim plot. Vjen një ideur. Ideuri është vërtet, domethënë për t'i dhënë ndihmën aty në urgjencë. Por mund të vinë një hemoragji cerebrale që kjo është tamam urgjencë. Është urgjencë ekstreme. Thash, vjen një me temperaturë 39-40, do t'i jepet ndihma, po do shkoj tek specialisti. Kategorizimi i urgjencave, për fjalë që qytetarët ta kenë të qartë, po. Qendrat shëndetësore janë të pajisur me një protokoll mjekimi, ku përcaktojnë qartë rastet e urgjencës, kush janë rastet e urgjencës që duhet menaxhojë qendra shëndetësore edhe pa rekomandim, që i mbulon Instituti i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor. Po kështu mendoj se duhet të jetë edhe në urgjencën e spitalit. Janë të përcaktuar qartë në zoologjitë se kush janë urgjencat.